Nëntë shenjat që shfaq trupi një muaj para goditjes në zemër. Mësojeni para se të jetë shumë vonë. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor i humbjes së jetës në mbar botën, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Kjo është edhe një nga problemet që lidhet me sëmundjet e zemrës, të cilat mund t'ju kushtojnë edhe shtrenjtë jetën tuaj me kalimin e viteve. Prandaj çdo komplikacion i shfaqur në shëndetin tuaj duhet të trajtohet nga specialisti në mënyrë që t'i bëni ballë çdo problemi të mundshëm. Prandaj, duhet të jemi vigjilent e të dimë se cilat janë simptomat që shfaq trupi jon, sidomos në rastet kur vuajmë edhe nga komplikacionet të shëndetit të zemrës. Sulmet në zemër mund të paralajmërohen me shenja të ndryshme deri në një muaj përpara. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në rrugën e parandalimit, një sëmundje mund të jetë gjithashtu e shfaqur me shenjat e para të saj. Një studim i kryer nga Instituti Cedars në Los Angeles thotë se sulmi në zemër mund të paralajmërohet shumë më herët, deri në një muaj përpara, dhe asnjë sinjal i saj nuk duhet të neglizhohet në rast se doni shëndetin tuaj. Gjetjet ishin krejtësisht të papritura, thot Sumet Chuk, autori kryesor i studimit sipas NBC. 56% e vullnetarëve në studim kishin dhimbje të gjoksit të paktën një muaj përpara se të pësonin sulm në zemër. 13% prej tyre kishin vështirësi në frymëmarrje, 4% prej tyre kishin marramendje, dhimbje ose edhe shfaqje të ngjashme të problemeve. Mjekët zbuluan se gratë vuajnë nga një sëmundje e zemrës edhe pa e ditur këtë. Kjo ndodh kur ato e injorojnë gjithashtu edhe simptomat parësore. Për shkak se gratë injorojnë më shpesh edhe simptomat që shfaq trupi i tyre, gjendja e tyre mund të jetë edhe më kritike për jetëgjatësinë e tyre. Ekspertët tregojnë se duhet të mos neglizhoni asnjë prej shenjave që trupi juaj është duke shfaqur. Nëse doni jetën tuaj, atëherë paraqituni tek mjeku për të marrë gjithashtu edhe trajtimin e specializuar. Sëmundjet e zemrës janë vrasësit kryesor të burrave dhe grave, sidomos edhe në shumicën e vendeve të botës. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 40% e humbjes së jetës në të kaluarën lidhen gjithashtu edhe me sëmundjet e zemrës, të cilat mund të shkaktohen edhe për shkak të problemeve të ndryshme. Kohët e fundit edhe mjekët në vendin tonë kanë dalë me alarmin se çdo ditë mund të vuajmë nga komplikacione të tilla. Duhet të tregohemi më të kujdesshëm me dietën ushqimore, gjithashtu edhe me faktorët e tjerë ditësor. Por pse sëmundjet e zemrës janë në shifra kaq të larta? Shumë njerëz tregojnë neglizhencë të madhe ndaj simptomave që shfaq trupi i tyre, por ka edhe raste kur problemet nuk janë edhe aq të dukshme, veçanërisht në një kategori të theksuar të personave, sidomos tek ata persona mbi moshën 65 vjeçare. Gjithashtu, të kujdeseni duhet të jeni edhe me konsumin e kolesterolit të lartë. Ekspertët tregojnë se personat obez, personat që vuajnë nga problemet e tensionit të lartë të gjakut, personat që konsumojnë duhan, diabetikët dhe ata që kanë predispozita të tyre familjare për sëmundje të zemrës, duhet të tregohen më të vëmendshëm ndaj simptomave edhe nuk duhet të neglizhojnë gjithashtu shenjat që trupi i tyre është duke shfaqur. Për këtë arsye në këtë video po ju tregojmë 12 nga simptomat më të dalluara për një sulm të mundshëm kardiak sipas ekspertëve të Healthline. Një prej shenjave kryesore mund të jetë edhe rritja e niveleve të ndryshme të ankthit. Një atak në zemër ose një goditje në zemër mund të shkaktohet nga ankthi intensiv ose një frikë e pashpjegueshme nga humbja e jetës. Të mbijetuarit e atakut në zemër shpesh flasin dhe kanë përjetime të ndjesisë së pashmangshme që mund të humbasin jetën në këto shenja. Dhimbjet e theksuara në gjoks. Dhimbja në gjoks është një nga simptomat më klasike të një ataku në zemër, por jo te personat të cilët e kanë atë edhe për shkak të rëndezës së fortë. Ajo mund të lidhet me atakun sepse mjaft arsye mund të jenë, siç është për shembull probleme muskulare, mushkëritë ezofagu e të tjera.
Për të dalluar nëse është vërtet një simptom që lidhet gjithashtu me shëndetin e zemrës, disa herë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Nëse paraqitet një dhimbje e theksuar në këto shenja, është më mirë që të flisni me mjekun dhe të mos e neglizhoni situatën tuaj, pasi neglizhenca është një nga arsyet kryesore përse shumica e personave ditët e sotme mund të humbasin jetën në mënyrë të pakontrollueshme. Kolla e tepër dhe pa arsye mund të lidhet gjithashtu edhe me shëndetin tuaj kardiak. Kolla e vazhdueshme dhe rëndesat e frymëmarrjes mund të jenë simptoma të insuficiencës kardiake, si rezultat akumulimi i tepërt i lëngjeve në mushkëri. Në disa raste, edhe personat e prirur për atak kardiak e nxjerrin me anë të kollës gëlbazën e përgjakur. Prandaj, nëse vëreni këto shenja, paraqituni tek mjeku për trajtimin më të specializuar. Marrje mendsh, edhe kur nuk keni kryer ndonjë ulje ngritje të pakontrolluar ose kur nuk keni lëvizur. Sëmundjet e zemrës mund të shkaktojnë marrje të mendve, humbje të ndjenjave dhe shkaktar mund të jetë aritmia e zemrës. Nëse përjetoni këto simptoma, paraqituni tek mjeku. Lodhja pa arsye, sidomos tek femrat, një lodhje më e madhe se ajo e zakonshme, ndodh përpara se të pësoni një sulm të mundshëm kardiak. Sigurisht, lodhje të tilla që mund të kenë aspekt punën fizike nuk do të thotë se po përjetoni këto shqetësime, por lodhje të cilat mund të vinë edhe pasi ngjisni shkallët ose keni bërë një punë të vogël nuk duhet të neglizhohen, pasi kërkojnë një vëmendje të specializuar nëse lidhen ose jo me problemet e shëndetit të zemrës, nauzet ose të përzierat, ose në disa raste edhe mungesa e oreksit. Ndodh shpesh që gjatë një ataku në zemër, sidomos persona të kenë gjithashtu të përziera edhe të vjella. Fryrja e barkut mund të lidhet gjithashtu me këtë aspekt, siç është edhe insuficienca kardiake. Gjithashtu, nëse përjetoni të vjella, mungesë oreksi ose të përziera, bëni një konsult me mjekun tuaj specialist për çdo dyshim të mundshëm. Dhimbje në pjesë të ndryshme të trupit. Në shumë sulme të mundshme kardiake, dhimbjet fillojnë në gjoks dhe prape më pas në shpatull, në krah, në bryl, mbrapa qafe, gjithashtu në nofull, edhe në pjesë të ndryshme të barkut. Por, ka raste kur nuk ndjeni dhimbje në gjoks, vetëm në pjesë të tjera të trupit. Në këto raste, meshkujt kryesisht kanë dhimbje të krahut të majt, ndërsa femrat kanë të dy krahat me dhimbje të tilla. Nëse përjetoni edhe dhimbje të ngjashme, siç janë ato të kraharorit edhe në krahët tuaj, duhet të flisni me mjekun specialist sa më herët aq më mirë. Pulsi i shpejt ose i parregullt. Rrahjet e parregullta ose të shpeshta të zemrës të shoqëruar gjithashtu edhe me simptoma të tjera siç mund të jenë lodhje, mbaramendje, edhe mungesa e theksuar e frymëmarrjes, mund të jetë një shenjë që nuk duhet të neglizhohet dhe duhet të paraqiteni tek mjeku. Nëse aritmia nuk kurohet, mund të çojë në goditje në tru, insuficiencë kardiake, gjithashtu edhe humbjen e jetës në mënyrë të papritur. Prandaj, nëse përjetoni këto simptoma, paraqituni tek mjeku. Mungesa e theksuar e frymëmarrjes. Shumë njerëz të cilët kanë vështirësi në frymëmarrje gjatë një aktiviteti fizik, ose një aktiviteti normal ose në momente pushimi, shpesh mund të kenë probleme me shëndetin e mushkërive të tyre, siç mund të jetë astma ose bronkopneumonia kronike obstruktive, por mund të jetë tregues gjithashtu e një ataku kardiak. Nëse përjetoni këto simptoma, paraqituni tek mjeku. Gjithashtu, entja ose fryrje të pjesëve të tjera të trupit. Insuficienca kardiake mund të shkaktojë grumbullime të ndryshme të lëngjeve në pjesë të ndryshme të trupit tuaj. Insuficienca kardiake është një gjendje mjekësore serioze që nuk duhet të neglizhohet. Kur zemra arrin të pompojë gjakun në trupin e njeriut si duhet, gjë që shkakton grumbullim të lëngjeve në mushkëri dhe pjesë të tjera të trupit. Kjo mund të shkaktojë gjithashtu entje të zonave të ndryshme të këmbëve, të kaviljeve të barkut, nëse zemra krijon vështirësi në pompimin e gjakut. Djersi të ftohta ose edhe pa arsye. Të mbushur me djerse të ftohta është një simptom e një ataku të mundshëm kardiak. Mund të jeni thjesht ulur në karrige dhe papritur mbuloheni me djerz, sikur të keni kryer ushtrime fizike ose të keni punuar në diell të fortë. Ndjenja e dobësisë gjithashtu mund të lidhet me këtë simptom, prandaj paraqituni tek mjeku.
Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre të mundshme negative. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.